Rikthehemi në terminal. Në këtë pjesë të 2 do të flasim për naftën, për çmimin e arit të zi, që prej 2 javësh tashmë ndodhet një presion me një rritje të vazhdueshme, kjo për shkak të gjendjes në linjën e mesme, aty ku ka nisur lufta dhe sulmet e Shtetet Bashkuara dhe Izraelit ndaj Iranit. Irani është një ndër vendet kryesore që furnizon me naftë dhe kjo padyshim ka krijuar më pas probleme edhe në vende si Shqipëria, i cili është një importues neto i karburanteve. Le të shohim grafikisht se sa ka qenë fillimisht çmimi i naftës përpara se të nisnin sulmet në linjën e mesme. Ka qenë atë kohë çmimi i naftës rreth 175 lek për litër, ndërkohë që ka arritur aktualisht në 200 lek për litër, pra në harkun kohor të 2 javëve ne kemi një rritje të çmimit me rreth 25 lek për litër. Nuk dihet se si do të vijojë, duke qenë se vijon atje për shkallëzimi i konfliktit dhe automatikisht kjo bën shumë të ndjeshme tregjet ndërkombëtare të arit të zi dhe rrjedhimisht edhe çmimit fundor për konsumatorët në të gjitha vendet. Por janë disa masa të cilat çdo shtet i merr për të mbrojtur konsumatorët, për të garantuar furnizimin me karburant pa ndërprerje të tregut dhe padyshim për të mbrojtur edhe të gjithë qytetarët dhe industrinë nga rritja e çmimit. Bëhet fjalë jo vetëm për një monitorim më të mirë nga abuzimet, por edhe ndërhyrje të mundshme që mund të bëhen, ku duket se në Shqipëri problemi është kryesisht te taksat. Le të shohim pa grafikisht se sa taksa paguajmë ne në 1 litër karburant. Le të shohim, është akciza 37 lek, taksa e qarkullimit 27 lek, taksa e karbonit 3 lek, riciklimi, rilicencimi 7 deri në 10 lek, markimi skanimi 3 lek, kontrolli pompave 2 lek, TVSH-ja që paguhet mbi çmimin që vjen në port, që po e përllogarisim 30 lek, pra në total 112 lek është totali i taksave që paguhen sot në 1 litër naftë. A nevojitet një ndërhyrje pikërisht të taksat për të frenuar rritjen e mëtejshme të çmimit, apo do ndodh ajo që ka njoftuar më sot, një faktor të brendshëm me qëllim stabilizimin, çka do të ndoshta një ent publik që të funksionojë në tregun e karburanteve, të gjitha këto alternativa, por edhe masa tjera të mundshme që mund të merren. Diskutojmë sot në këtë pjesë të dytë në terminal. Kam kënaqësinë të kem Barsej Darasin, ekspert i njohur për ekonominë. Mirë se erdhe. Njohët shumë mirë edhe çështjet e karburanteve, Bardhi, për shkak të eksperiencës të gjatë, por jo vetëm, edhe fakti që qenë afër tregut. Zana Guxholli, ekspert e njohur për ekonomi, rektore Universitetit të Baletit. Mirë se erdhe, Zana Guxholli. Është Eduard Gjokuta, ekspert i njohur, drejtuesi i Qendrës Studimore të Taksave Altax. Mirë se erdhe. Dhe Fatos Çoçoli, ekspert i njohur për ekonomi, gazetar. Mirë se erdhe, Fatos. Mirë se djej, faleminderit për ftesën. Bardhi, me çmimin 200 lek për litër, kaq është, duke pasur parasysh situatën dhe çmimin në tregjen ndërkombëtare, apo ka dhe abuzim këtu? Është pak e vështirë që ta thuash në fillim që ka apo s'ka abuzim, duke qenë se duhet të njohësh së pari konjunkturën ndërkombëtare që lidhet me çmimet në bursë dhe siç e kam thënë dhe herë të tjera, nafta shqiptare kotohet në bursën Plasë mes dhe kotohet në dollar. Dhe duke patur që ata është parasysh se çka ndodhur, siç me të drejtë e përmendet që në kryeterës për sa i përket lëvizjeve në tregun ndërkombëtar për shkak të luftës në Iran. Ne kemi edhe një mekanizëm specifik të veçantë që na bën që të jemi në vend të parë në botë, në 5% e botës për sa i përket mënyrës se si e taksojmë çmimin e karburantit. Pra, ne kemi one stop shopping në karburant. Ne marrim te litë karburantit të gjitha taksat që duhet i merrim edhe në elemente të tjera. Kjo ka filluar që në vitin 2005, është teksuar më shumë në vitin 2012 kur kemi patur taksën e qarkullimit. Është shtuar prapë sepse e pash që ju e përmendi akcizën, po në 2023 akciza ka ndryshuar. Akciza tani kuotohet me inflacionin, pra nuk është më 37, është diçka më shumë e kështu radhë. Pra, ne kemi një sistem të tillë fiskal që na bën të dallohemi në rajon po, dhe kjo është arsye që kemi çmim më të lartë, po mbas edhe në Europë na bën të tillë. Arsyeja që kemi patur pikërisht këtë one stop shopping që them që të gjitha taksat merren te litri karburanti, ka qenë një ide e qeverive në përgjithësi të gjithë qeverisë, se të gjithë qeveritë kanë përkrahur këtë, siç u thash në vitin 2005. Le ta themi, për faktin se aty mbledhin më kollaj, sepse dihet që ti furnizohesh dhe ka qenë më kollaj se duket. Ka ministrat më të mirë që kemi pasur. Ka qenë një kërkesë, po ka qenë 7 atëherë. Ka qenë kërkesë, po, ka qenë kërkesë. One stop shopping që po përmend. Ka qenë një kërkesë e vitit 2005 e Bashkimit Evropian që kërkonte mbledhjen e taksës së mjedisit, bëj fjalë për mjedisin dhe pastaj në 2012 taksë rrugës. Dhe të gjitha këto u menduan në atë kohë me një formulë të thjeshtë që u përcaktua kush bën më shumë kilometra të paguajë më shumë. Kjo është formula që u përdor për të taksuar karburantin, sikundër e kemi deri sot. Ju thoni, a është apo s'është
e saktë ajo 200 litra. Po të bësh një analizë, nuk është se ka ndonjë ndryshim të madh dhe nuk është se është ndonjë abuzim shumë i madh. Këtë e vëmë re në momentin e vitit 2022, ku ne kemi patur një bord transparencë. Bordi i transparencës e llogariti pikërisht element dhe nëzori që në pikat e tregtimit me shumicë, nuk mund të kishte normë fitime më të lartë se 3 lekë për litër, ndërsa në pikat e pakicës 12 lekë dhe kështu ka qenë gjatë vitit 2026, pra 3 plus 12, 15 lekë ishte shtesa që bënte bordi i transparencës. Unë kam një gjë që lidhet me mënyrën se si tani trajtohet kjo çështje. Kjo gjëja ka të bëjë me veprimet që ndërmarrin zyrtarë shtetëror, fjala vjen një marrëveshje midis 2 drejtuesve të agjensive shtetërore, të cilët thonë ne kemi nisur një task force tani që të kontrollojë monitorojmë tregun. Tregu nuk kontrollohet dhe monitorohet kur të duash ti. Tregu kontrollohet dhe monitorohet gjatë gjithë kohës. Në këtë moment ti mund ta kontrollosh këtë. Në këtë moment është më ndjeshme dhe duke qenë se luhatjet janë shumë të forta, bani ka një sens logjik. Në momentin që luhatjet janë kaq të ndjeshme dhe mënyra për të abuzuar është më e madhe, ndërsa në situata normale vendos më të ndjeshme janë kur ty të ulet kursi këmbimit dollar-lek me 15 deri 20%, dhe ti nuk e respekton dhe nuk e pasuron në asnjë tabelë. 3 vitet e fundit ne kemi patur pikërisht element. E kemi patur dollarin 106 kur nafta ishte 175 dhe e kemi dollarin 82 kur nafta është prapë 72. Atëherë, Bardhi, duhet pranosh që këtu është elementi spekullim, bashkë me faktorët që i njohin të gjithë dhe që kanë çuar rritjen e përmenda për të thënë që çfarë mund të bëjë task force e monitorimit, sepse task force e monitorimit këtë duhet ta kishte bërë gjatë gjithë kohës, nuk e bën dot vetëm në një moment caktuar. Për task force të veçantë, sepse janë organizma dhe institucione tjera ke konkurrencën. Konkurrenca le të shohë se si ato ndryshime që ndodhin në tregun botror nuk transferohen tek pompa, nuk transferohen tek konsumatori. Atëherë konkurrenca e ka konkurrencë. Ka hapur disa herë autoriteti konkurrencës së tim para ta bëj tamam me timin, mos e bëj klientelistë. Dhe këtu në këtë rast, edhe unë nuk do bija dakord me faktin që nafta duhet ngarkohet me 7 taksa që ka tashti, sepse është një produkt strategjik shumë i domosdoshëm që ka një influencë në të 4 anët e shoqërisë, pra ka tek konsumatori, ka tek familjet, ka në industri, është mall strategjik, kështu që duke qenë se shumica e vendeve nuk e kanë këtë formulë kaq magjike fiskale të këtij lloji që tek pompa, tek konsumatori. Mbledhin më kollaj dhe është një ardhur e siguruar buxhet. Dhe në momente të